Shumë kurioz pse prokurorët që u ngutën me një vrap mbreslënës të drejtohen kuvendit për masa ekstreme në ditët e fundit, nuk e mbajtën parasysh që si fillim jemi në një çështje ballë për ballë në gjykatën kushtetuese më 22 janar, ku gjykata më e lartë e vendit do të gjykojë në themel çështjen e masës së pezullimit antidemokratik të një anëtari qeverie me kërkesë prokuroria. Dhe ngre këtë pyetje sepse në çdo vend ku drejtësia nuk vrapon po gjykon, ajo do priste fundin e gjykimit për një masë para se të kërkonte një masë tjetër. Sepse shteti i drejtës nuk është shesh as për kashillëk mes pushtetet të pavarura, as për përsheshin e një pushteti në territorin kushtetues të një pushteti tjetër. Sot nuk e kam përgjigjen, por do vazhdoj të lexoj, do vazhdoj të mësoj dhe do vazhdoj të bëj të gjitha përpjekjet e mia që të kuptoj sa më mirë nga analiza e thelluar e simptomave të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Dhe me siguri do ta kem në kohën e dur edhe përgjigjen time për sa më lart. Por në ndërkohë, sikur është bërë qartë edhe në Komisionin e Mandateve në Kuvend, nuk ka asnjë gjas që ne, shumica qeverisëse dhe parlamentare e këtij vendi, ta shqyrtojmë kërkesën e ngutur të prokurorëve për të autorizuar masa të reja ekstreme, të cilat edhe në dritën e raportit të ekspertëve të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e raportit të Komisionit të Torturave të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e shumë shkaje tjetër, janë vërtet për të marrë dhe për të gjykuar me shumë qetësi. Por jo pa mbaruar një herë me themel procesi që kemi hapur në gjykatën kushtetuese. Për masën ekstreme, për masën antidemokratike, për masën antikushtetuese të pezullimit nga prokurorët që sikur s'kishte ndodhur dhe s'ka ndodhur asgjë, erdhën me vrap të kërkojnë masa të tjera. Drejtësia